Personazhi i rallës në Star Cult nuk ka nevojë për shumë prezantime dhe komente. Jam e bindur që nëse do të përmend emrin e tij për shumicën për jush apo edhe për të gjithë më saktë, do kujton shumë nga rolet e tij, shumë nga karriera e tij artistike, i cili në fakt vazhdon ende fuqishëm ta ruaj këtë ritëm, të jetë prezent në studiot tona, njëkohësisht edhe në skenat tona. Do të jemi kështu në studion e Star Cult me mjeshtrin e madh Zef Deda. Përshëndetje. Përshëndetje. Zef, faleminderit që je në studion ton. Në fakt nuk është hera e parë që jemi së bashku në intervistat shumëta në teatr dhe në ambiente të ndryshme, megjithatë në një intervistë të tillë, profil për karrierën tuaj, për gjithë jetën tuaj artistike nuk kishim qenë më përpara. Po, ka qëllu, për arsye se ndoshta kohë të fundit s'kam kanë mirë mesnat, po edhe përpara. Të është vjen një, kur ndërtojnë emisionet për televizionin, dhe këtu ju uroj sukses, ka se ka emisioni ju i kult. Në një tjetër emision nuk ishte për në marrë një personazh ose një personazh i qytetit që është edhe në zanë, në qytet edhe në Shqipni, nuk ka kënë me një ndoshta dhe s'ka pas rast. Të është kë emisioni ju i plotson. Dhe uroj që të thrisni gjithë ato që kanë punu, kanë derdhjes, kanë lëshu mendime dhe ide për zhvillimin e Shkodrës nga ana kulturore, artistike, si quhet Shkodra, e artit e djepi, e artit e kulturës. Keni shumë njerëz që ta mësojnë edhe të se kush janë ata që kanë punu për artin. Ky është edhe misioni i një televizioni, ndoshta të vëjmë pa atë që duhet vënë pa. Zef, sa vite karrierë ke mbi supe? Të me datën 18 janar 1973, Zef Deda ishte 23 vjeç, sa po lirova nga Austria. Karriera quhet ditën që fillon me punu në atë profesion, pra aktorit, dhe debuton në skenë me rrok, profesionist. Një ditë ka kënë fillimi i karrierës time si profesionist. Si amator, thamë drejtë e shpirtit, se po bjenë si mullë me lëvdu vendin, po qysh në 1955, 5 vjeç kam kënë, kam pas babën piktor në Teatrin Mexheni, skenograf i parë i Teatrit Mexheni, profesionist, edhe mu si djali i pjetrit më kanë aktivizu të një dramë bile me rol, të vogël, me një rol, i cili ka kënë e improvizu me drama, e ba me shumë bukur nga atër, shka njeti edhe shumë edhe aktor tjerë, Nana e Gorgit. I dana më rushe tepër e bukur ka kënë për atë ku, në është edhe për tesh, nuk i djetë. E unë kishe rolin e Antonit vogël 5 vjeç, ku delshë në skenë me vlaun edhe me motrën. Vlau ishte Carlo Radoja, një trompist e kemi pas këtu, i cili lute vlaun tëm e shurdh me mecin. Kurse në krahun e majt kishe Roza Xhuxhen, që sot është Roza Naknosti, atëherë ishte 16 vjeçë vajzë edhe balerin, edhe e bukur, edhe aktore, në të ardhmen u shifte se do t'ishte aktore e madhe, dhe ishte e qorre, e verber, pasë. Të është këto, kë Antoni drejt Shivet, që i thojnë i shkath... Për këtë ta kishin dhe rolin. Për një, kishin fëmi i shkath, kemi marrë, në thosën zë, për dorët e kemi shku, ishte një skenë të kisha. Aty deshin të gjitha ato revolucionaret asaj kohë, do thënë kisha në atë kohë ishte si më mladhe me ba muhabet për çështjet të revolucionit tetorit të asaj kohë në Rusi. Edhe kështu që ishin personazhet Pavlovi, Aleksej e tjerë. Unë isha Antoni vogël, që edhe më njifshim se deshe me lyp në 4 anë të rrugës me dharë dhe motrën për dorët. Këtu kam kënë 5 vjeç, edhe ty tjeta me ki vjetër, apo më falin dhe i lek, i lutem në ndihmoni, e tjera, një mos zoti, ku vëdion. Edhe mu më falshin, por vlaut edhe motrës e thoshe, qitë një dorën për para, se ka ardhë Pavlovi me shokë për na falë ca kopek. E kështu ishte teksti. Kam pasur teksti dhe i majmën bidu, ala i majmën tekstin. Këtë duhet të seksora, në fakt, bëhet fjalë për një rol kur e keni luajtur moshën 5 vjeçare dhe e mbani mend edhe fjalët e tekstit. Po, edhe fjalët e aktorëve të janë në interpretimet e tyre. Shumë majmën për asaj. Do të thotë dikush 5 vjeç. Më ka çu zoti me ndaj me babën në teatrin, në Kiri, qysh në Kirimin edhe sepse nana shkote e punu pastruese,
edhe mate baba të studia vetë. Aty kam njoftë Zefju Banin, artistat maj, kam njoftë Adem Kastratin, kam njoftë Tinka Kurtin, kam njoftë gjithë të cilën kanë afru, më kanë dashur. Ndoshta ky ishte fati jotë se ndeshen emra shumë të mëdhenj të artit. Edhe jo vetëm ata, po më dukshin si peranit të skenës. Fillova me dash fort në Spushati, me dash tanë se më doshin, po edhe në prenë, në mashin, edhe më filloshin më shtishin anër, sa bukur interpretojnë, si fëmijë aso, edhe më ba si një anër për zhvillim të ardhmen. Edhe më litës një, u preka fort shpirtnisht për këtë knasi që më kryoshin skena, atë seko dhe këta artistat më vaj. Nuk provove të pikturojë ndonjëherë me që rrihen në studion e babaj? Po, por vetëm me thosin që ti ke në gjallë fort nga gjyshja. Gjyshja jeme, nana nush, ka kënë një artiste e lindën, ka kënë, thoshja të nëse se kam njoftë, thoshja ke nga gjyshja, edhe nga Daja Viktor, një daj vlejnanës të eme. Ka kënë shumë shakagji, humor, divizës shumë, edhe nana gjyshja nusha, ka pas thoshin ta ka që gojnë mrapa veshit, ka s'ka interpretu, ka s'ka pas muhabetin e bukur. Në këtë moment, nështë, e pse thoshin, mu vite gjithmonë nërmend mrapa së në mos, edhe se po përmendje sot, si kam një fare, se ka dek shumë për para me jetë, para se me linun, edhe kur bashin dhe isa në kujqe sukses edhe këti, thoshin vete si ka mundësi, e tamë thoni, pas driti i ka gja nusë, ose pas driti ka gja Viktorit, Dajës Viktor. Po kam pas edhe në një fije sa ka gjesh, me zi se bëvujtjet mlaja, Luqa ka kënë tepër e dashën, e sinqert, e varfën, por gojamel dhe edhe buzagas. Dakord aktrimi, Zef, por si hyre rrugës së humorit, apo e ndjeje më të afërt, apo të qëlloj të vazhdoj ecjet e humorit? Qysh në fillim, si fëmijë shkallë që ishe, 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, fillohë rrita, fëmijët në tanë botën, kur rritën, fillohën me imitojnë. Banë si baba, si mama, si aza, si daja, si njeri që kanë në rrugës që për ditë që e njofim, këtira, ose si një aktor në film, ose si një aktor në skenë, edhe unë fillohë me imitu. Pra ishe 5-6 vjeç kështu, në atë kohë lusë në dramë. Dhe 11-12 kam lujtë si amatore, edhe masim më disë baba, më kanë majtë afer, më kanë angazhu, edhe në dramë kam lujtë. Dhe kur e shishin këtë Zefin që i shkallët, këtë fëmija i shkallët, imitu se i fija dhe këti, fillun me atër lini estrada profesioniste. Kur lini estrada profesioniste, pret vazhdun me edhe në dramë në këtë izoshin, po edhe në estrada. Bile, interpretimin e parë në estrada kam lujtë në estradën e parë, sfaqen e parë, operacioni zemrës, ka kanë, edhe kanë nërë tjera. Dhe të parën që kam lujtë, kam kanë një thirën me në mu, njës i aktorit Hasan Smaja, i cili përveç se interpretohet edhe skese, intermezve, parodisë, në mos, kishte edhe bukur interpretohet, bante numra shpejtësijet, magic. Edhe bukuri, kishte një valizhe e vogël. Bita sa ne uten skenë. Edhe thirëte me dojë mu, unë vishe, një malësor i vogël, 9 vjeç kam kënë, edhe po kam kënë i vogël, shumë edhe i dopë, një malësor i vogël, i veshën me teshka kombëtare, malësore, e më hatë valizhen, vutë të mend, vutë të valizhen, unë unë që poshtë, u fushë të valizhen, ka që vogël e këmë, sa më zatë e valizha, edhe këtë bukuri. Atër i bataj me atë shkopin magik, kështu, muzika vazhdojtë, nërkohën e këti, hapë të valizhen, e mlotë edhe me një peset të gjatë, kështu të madhe, kështu. Edhe e mlote, i bante me shkopin magik, dhe hapte, kur ma në hapte, dhe të valizha bosh. Kush nuk është e ti? Ma në përbe mlote të valizhin, i hapte pesen, i bate me atë shkopin magik, e hekte pesen, edhe e hapte valizhin, dhe sa unë përsërin valizhe. Edhe spektatori, mbrej që disë malë, që bate, se i bate numra shumë bogur, doktor Kitjet jasakose, me së dhe mos kur përsnet se unë kështo, si fëmijë mësosin me personetë, kështu me dorën zemër. Kur më shifshin në rrugë, kush kishte pa të fasin, këtë djali pjetit, sa i mirë, sa i talentu, fillova të estrada. Kur fa përbalë se po imitoj diçka, më aktivizun për në një imitim. E ma vonë. Mirë po,
Nështë me ditë se si nolli. Skena e teatrit vjetër, të jezuita atje të shkolla 11 janari, drasët, si gjallë skena drasët, ka dhe skena me lumë, me tjerë drasët. Aja drasë, poshtë ishin marangozat e teatrit, edhe të në kujtë tjetër. Të shti, këtë rasë, siper, që ishte dyshemja, e skenës, ishin poshtë traret dhe rasat siper. Pra, po të ishe poshtë, të ishe trare. Atë që kanë ba, marangozi, Lesprani, po azë i që ka kanë jasë zakonisht jaftë për natime për zbukurinë e skena se ka në mu babën shumë për zbatimin mënyrë mërkushme, aje dhe Cezuksani inspektori skenës atjerë. Ko kanë dërsharat vogla, e kanë ba bjerë, romodak. E kanë sharu. Për me riparu, ma dhe kur vitë koha. Tërse asaj kishin e pa edhe një, asaj që edhe në kapak, që me mëllë me shullë. Tërsi, Hasani, sa pa unë hinse në valizën dhe mëllë të valizën, i binë të kamës dyshenës. I binë me kamë dyshenës. Jep të sinjal? Tak. Aj, frape hapë të mërë të mu, e mëllë të. Kur hapë të valizën, si që unë mërën. Kur e mëllë të valizën, vetë pesën, një ka mëllë të valizën, i batë përsëri me kamë, a hapë të kapatën, futë të mu, edhe valizë ishte mëllën, edhe e helë të pesën, edhe batë me shkopin magjik, dhe përsëri hapë të valizën, dhe se unë. Edhe që atjetë që di e madhe. E kushen të përën, shë një fmi, se ka zhdukur, se a i mërgjallja ti piktorit, a që i mërë pjesë të atëra, sa i mirë, fillohë më lefdu ka i vje. Me aktivizune. Na një metimet e nga zani, se edhe kam pasë edhe vesh për muzikë shumë. Edhe nga zani këta, fillohë me aktivizune sa edhe në një pjesëmarrje, në një parodi, ose në një sketch ku me lujtë në një fmi. Kena lujtë sketch e fmi, që kam kene një vogël shumë bide, me të ndjerë Landi Shala, një artiste e mërkushve, edhe me Tano Banushin e malë. Edhe me Zulian, Manaj Mrapa, ka pas kënë Landa, ka Katrina, kam lujtë fmi që bezdisin kështu të tepër, zemzek, sa ashtu dhe të roli, jam pëlqy shumë. Një mitime po ashtu, e kështu me rol dhe... Po, tentove ndo njëherë të drama, mban me ndo një rol? Da po, sa dush. Qështë e Dana Gorga që thash, kam pas rolin e Antonit, po me i herë kam pas edhe rolin e Antonit, me dramruse se një fishte i fmi aty, që lujtë unë me shpresen Hoxha, Vasja me Antonin, që shkojnë me gjujtë peshkë. Mirë po vjen me në mu Sergej, a i është kryo roli, me Tinke Kurtin, Bepsirokën e me gjitha, kryo roli i dramës, e kë ka kalu, ku shkojnë më në mikjemi, po shkojnë me gjantë peshkë, a mirë, do të kaloj edhe unë anë i kalumi, i bogëri, mirë se të vise bogëri, se po gjujtë peshkë bashkë. Kur a i ka shku kalumi, në ka pa një lunër për mësën, Kryroli, që dashurot e valjen, në bonifikimin e një knet atje në Rusia, atje në Irkutsk të Rusis, sa shtu ishte fillu me drama ruse, kur ka pa barkën, a i kujtohet, në te ka kënë Antonin Vasja. Hidhet nëtë, e shkon dhe të barkë atje për mësën, e na gjenë në aty në barkë. E na merë, edhe na venë në shpinë, edhe udhëton me nëtë për me në qitë në berkë. Mirë po lodhet, fort, edhe ne na qëtë dhe në breg afer të cekina, kur sa i metë, se sa s'li zote ma, edhe mëtët. Këj ishte ngjarja ma tragjike e dramës. Nërko përfiton Viktori, shok i Sergej, por ishte atë Sergej edhe Viktori, këta dy ingjenat fuqishëm, për thamin e knes, si dashoreshin valin, këte tekniken, dashoreshin. Mirë po, Viktori ishte tërhegun, sepse e donë të Sergejnë. Disë Sergej, atëre u lidhë me valin. Dhe, këneta u tha. Por për kështë në vitin 1961, edhe në vitin 1961, kena marrë pjesë në festivalin Tiranë që u ba, me 2 drama. Ishte. Edhe kjo historie e Arkudës, ishte edhe këneta. Në të 2 dramat morë me smyjnë e pare. Se kena pas aktorë të mërkushëm. Kishte teatri, kombëtare, teatro tjera, po na ishim, Shkodra ishte gjithmonë furnizusja e kryesore
me talente shumë skenës, të këngës operistike edhe të këngëve të muzikantave, të ki pasa muzikantave të kina pas në Iran, me Cezadet, të një hapet e të gjithë ta. Edhe kena mush skuadrat e futbollit kryesore të Tiranës edhe me futboll. Zef, rolet... Më falë se... Po. Dhe se më thonë, ke ishte 1961, kur kam ka 11 vjeç. Je shumë i saktë edhe me vitet, i mbalë më... Muaj më se që janë eventet të mëdhaja për mu. Pa tjetër. Edhe më kanë metë në mëndë. Pa tjetër. Në vitin 1957, në datën e vjetë ishte të përgatit. U batë drama Konora Norijes, unë lushe përshkatarin mi bashkë të një anija që të ankurume, që delshin me Zalpesh, bashkë me Zefi Banin. Në të kohë më ka dek baba, edhe më rafa më kanë majtë mund të atër. Edhe Zefi e gjithë më kanë majtë të atër. Më në mas 6 mujve, në edhe fatkasia tjetër, me vdis Zefi Bani, me inaugurimin e teatrit dhe me open e parë Amerika. Më në i përsi teatrin majtë me, në Lesboshatja, në Kastrati, gjithë atisat dhe majtën në këtë fëmijën e vogël, talent djalin e Pjetrit dhe majtën përsi. Aty o aktivizova, prej të teatri vjetër ishte të bënë drama nërko 7 Shaljant e nërklus. Unë kishe rol më rëndë. Kam kënë 7 vjeç. Filmas Ndekës babës. E nuk e banë provanër, por se kur me dhanë qfasin e dhanë në teatër të i. Mas opës Amerika, u vasë Shaljan. Unë kam lujtë shqiptorin e vezirit, zbashko me Karlo Radojen, i cili ishte edhe i shqiptori i vezirit për salonin aty, por ishte Zazak. Kurse unë ishe në mosh, por ishe i vogël 7 vjeç, por i veshë në trup. Edhe në tyri, i bamë se Gjugji Magjush me mjekë e Ramon Mustak. Sa ishë dishe Shaljan, kur ishin, ishe veshe me dhanë kamisha, me jafru kamisha e thënë do qibuve d'ga. Gjatë me dohan, me gaca, për me pi, të veziri, merë në dohan bura. Ajë, thotë në rekrenë, apo strit, qadreshin do të prekë, të mjekën, qadreshin do t'jeti kënjeri. S'kishin parë Gjugji Magjush kur. Edhe këko kënë roli, sajë që ishte skena, sajë, unë edhe kaloj ishim shqiptorët i bishe Aztekon, veziri, e lutë atëherë Paulin Laca. Adem Kastrati lutet delguarin e sultanit. Na i shërbeshim të në aty. Ma nej kam marrë pjesë, përsi në dramë, por më pak, për arsye se me aktivizune estrada, e ba me rishtas, për i të teatri vjetër, aty më aktivizune se stas të imagjia e Hasanit, dhe kërë me këto me aktivizune marë shumë, u ba rrëth Shkodrës, shumë estrada dhe gjithë kënë ishe në estrada. Të i marrë pjesë marrë shumë se estrada dhe të basi marrë shpet, kishin pjesë marrë më të madhe për humor edhe për kangë në këti, kur u batë në i dramë shkishte në rol fëmijet, më mbi të këtë. I thosë se atëherë ka kënë les slako, por s'ka, nështë akur se di se s'ka pas pjesë fëmijet. Në të ku më në iku les slako erdi, më vonë ka ardhë, ka vazhdua Andres Kanjeti i fije, më në ka ardhë për dramën. Më në ka ardhë Satë Oktrova, më në ka ardhë famshmi, Serafim Famshmi. Kur s'ka mungu me aktivizu, mu e Zylin, edhe në një dramë, ose në një komedi. Pa kanë mjeshtë. Bile Zyli thotë, se kena me lujtë mërzëm. Dhe banë këmë me lujtë, dhe të mesja me lujtë në zgenë. Ishe artisti malaj. Por me estradën të ankohen. E kuptu shmezet? Deri në estradën e Valdensit. Në estradën e Valdensit ishte estrada ma mirë në Shqipërinë në amatore, dhe më rgush aty lash në amë. Me Gjosho Vasin e malë, i cili më ka marrë në vogën, e më ka nërtu në dash për interpretim, dash për eksistencë të afrim të një kulture skenike edhe literaturë artistike. Po dhe gjurtuj, po dhe instrument, po dhe kitarë, po gjitha. Të është i fillimit, me mësu mirë për teatrin si shkollet e nalta, i kam në shtëpi të njerit. Me të famshmin aktorin e malë, instruktorin e malë, Paulin Laca, si të lutë të vezirin të, ka lutë shumë drama, i famshëm. Edhe më ka maj shumë afer, ka dash fort. Ka po nështë të armën teme, nështë.
Qa bënë sot, e qa bënë gjithmonë në Akademinë e Arteve, të gjitha njëta për aktimin, të gjitha në thotë ne ka 12 vjeça, 11 vjeça, 15 vjeça, në shpinë e Pinjerit. Ma dhe kaloj jeta, pas vërdensit që mura nome, dhe në që mirë se bashim shumë turne, u shkova ushtare, bile ushtëri ma bane me e bane 3 vjetë. Për me nëjë sa ma gjatë në stradë ushtarit, se muren në stradë ushtarit. Kam i tepetu për 3 vjetë në stradë ushtarit, s'kam mu me nëjë, bile s'm ka shku me në vëzë, më thonë, pa urën, a përrin në stradë ushtarit, i kam thonë dhe me shku të teatri i babës. Me i tepetu me të bajt atjerë, që kam të në Vanushin, Silibilotin, tonë që kënë kënë atjerë, Paulin Preken, Landi Shalem, Katina Bigën, edhe me të artistë atjerë, Lezbushatjet. Me shumë tjerë, pa tjetër. Zef, rolet tuaja ka... Pra me 13, janar, 1973. Ka fillu... Jam edhe unë mirë me data. Mirë, fillu karriere jame artistike profesioniste. Profesioniste. Amatorisht. Dërko që 5 vjeç, ajo. Po që mi më kanë marrë kanë dorë sport. Zef, po e them si spektatore që rolet tuaja kanë diçka të veçantë. Mbesin në kujtes, mbesin në vëmendje. E unë jam e bindur se nëse do përmendet emri juaj, do kujtohen shumë nga rolet tuaja. Loni ai më i famshëm. Loni kunati shumë. Nuk e di. Çfarë ndodhte me Lonin? Çfarë ka ndodhur me Lonin? Afi, e gjeti nusën Loni? Cil nusë, s'mund ta marrin nusën. Do marrin pa ditë në vajzë minister, në vajzë deputetit. Në ishte s'ka. Leci ku ka vajzë ma për të sa bëjt 67 vjeç. Që bë me nusën e Lonit? Po që doli kërkun për balë? Nuk doli, e? Po se donin, si ishte shumë mene malë. Po ta dëgjoj Roza këtë që ke thënë? Që shte ja? Po ta dëgjoj Roza që Loni nuk gjeti nuse, qëfar do bëj? Duema, a gëzu shumë. A gëzu pa mos. Shushu si s'ke qëllu se i dëri si vetë. Ke lujtë Lonin, por a moves s'ke gëzu. S'ke gëzu. Qeshim. Nuk e bëjmë se kena mu film. E kuptushme. Jo, për që kameron dashnimet e. Pik, edhe du fart. Delë që të sofi. Shumë mirë, bë. Ajo qeshtja që thotë për me në rolet. Po, dua që të na, me gjithë se i njohim, por na përmend ti ato role që i ke më për zemër, që i kujton në të vazhdueshme. A di që ka nëllë, që i shumë i thashtë në shpirt për njerit. Pra, indjeri Pavlin Lasa, i malë, i mërkohushe, me struktori jonë për aktoritatit, në mësot atje, ashtu si në Akademinë e Arteve. Janë 2 rrugë të ndjesh atë shka po banë në skenë, me zemër. Dhe ai rol që është edhe në sipërfaqen tonë dhe njënë men, të ndjesh, të mërë shkët zemër, atë kemi atësit, këtë tipin ose këtë karakterin kemi atësit spektatorit. Po ta mori, e që një shpi, edhe mund dikun në raft atje, aja metës arrot kura e mërë. Në qovë se ti kënë të bërtu me dëshirë e me pasën e me sa. Të shtë që nëllë, kur s'du të me kënë në mësot e zëtnizo Pavlini, kur s'du të me kënë një njajti një zdo rol. Sepse s'mund të me kënë Skenderi si Cufi, Gjoka si Marku. A këtën, aja tjetër atjetër. Rallë janë bile 2 binjak, edhe binjak vësë më pamje duken, po në karakter janë nërshë. E nësë bërdhe dhe kasë minës asë ka. Atjerë, në mëritë derdë në atë masë si e veshe trupin atë karakter, me atë tip, që kje rolin, edhe që e ka pa dikon populli këte. Dhe të tjerë më veshe, dhe zemrën të andit së mërashtë, njenja, të ndjesh atë shka po banë në skenë, dhe merë ndorë, edhe hedhja spektatorit, aje pretë për shumë dashamësi, bile merë me vedi, edhe shkën e runë si radike një atë. Ashtu dhe rolet të tonë aktorët e famshme të mirë që i kena në Shqipninë tonë, e në Shkodës, në mos, ruën e mahën nën për dhëtë me su se këj koken thëllësisht e ndjesh me aparacitja e të ndjerit bukur të një personazit. Aja majtë nën Kolej Dritave, majtë nën Charlie Chaplin që kam rinë të pëtu, i Hodit Trashi që kam rinë të pëtu, me motorra, me motorshikleta, pra role dhe imitime edhe parodi, edhe majtë nën Rrugët tona, majtë nën ajo hini nga Amerika, Kushëri nga Amerika, në Sheneta pa që bërës, se cili po janë tanë rolet nërshme. Nuk kam lujtë tani saj, që s'dith, me ba mi thënë dikuj, kam lujtë kënatë shokën Zemalën. Po të kiri shumë, po cili asë kë? Jem nuk këthorë shumë.
Stërp. Kur ti thosh emrin e një skeçit, ai fill ka më thënë Lonin, ose Çeli Çaplinin, ose Kolën e Dritave, ose e një tjetër. Si të komedi që ba me të shti. Çdo komedi që ka marrë pjesë 4, 5, 6, Big Brother i parë, ajo, Vllai nga babaja, o Komunën e Vajzën, kur kënon Xheli, e tjera, të shkruar bukur nga disa nga Çazem Çela, që na kena pas fatin me vu me të ndjerin Fat Basmaja, i cili ka lanë gjurmë të jashtëzakonshme në këtë kohë tranzicion të vështirë për teatrin, për artin, për kulturën. Edhe aty gjithmonë kanë rolet të cilat këtu jam Cuku, por jo Zefi gjithmonë tik. Ja, kjo është Cuku, los Cukun. Kjo është Qyqi, los Qyqin. Kjo është vllai nga babai që është në emigracion në Amerikë, atje në Angli, los atë personin. Ai më jam Zefi, edhe spektatori e din. Por do të jem edhe veshën, edhe i fort ndjeshëm për tipin që po kaloj, për atë. Prandaj mohen në rolet e tonë artistave të mirë. Nuk e them unë, por është ndoshta një ide shumë nga spektatorët, nuk jam specialiste e fushës, por në ditët e sotme janë të pakt ato role që mbajnë mend si role që keni luajtur ju. Unë jam e bindur se me gjithë karrierën që keni mbisupe mund na thoni një mendim se ku çalon puna? Çalon tek tekstet, tek aktorët, tek regjisorët? Sota? Po, sot. Çalon gjithkund. Ka në fakt, ka sasi. Edhe programacione televizive që bëjnë humor, edhe në skena që bëhet humor, por duket sikur na ka mbetur mendja tek humoret e dikurshme. Humori shkodran personifikohet vetëm ato dikurshmet. Ku çalon puna që sot nuk po ka atë produktivitet që ka pasur? Nëse flasim për Shkodrën, më dash po flas për tonë Shqipërinë. Për Shkodrën. Për Shkodrën më mirë, të cilët disa xhana me persim të televizioneve, që po fusin programet artistike, me ledvolla, me shënia, me fushurina, me gjithfar muzikash moderne, me gjithfar veshës, me gjithfar si bota. Në një kohë që kena mrit kulmin në këta lloj programesh, qoftë edhe banale, ka dhe banalitete në mënyrë të sakatuar, edhe vjen momenti se çështja e të pamit me të marrë mend të kres, një farpuninë e zakonshme, në këtë kohë kalohet në ekstrem, se as ky kom i cili e shef ka halët e veta, e s'mundet me ka përdi. S'mundet me majtë. Kurse atjerë ka kënë njësoj tonë. A kanë e fjetur mendja. Këtu keme pënu, këtë rokë keme morë, zonë s'ke mujtë me qukur, zonë, e kështu. Të është i mirë, po kënë kohërat moderne. Unë e di edhe politikisht, edhe ekonomi politiko-ekonomike, se në fazën e kohës të një shtetit, një komit që kalon një tranzicion, me marrë keq, tranzicioni është i vështirë. Në qoftë se ka kënë një centralizëm ekonomik e politik, të tmerrshëm, një dhunë, një mohimet e drejtës së njeriut, një shkatërrim shpirtëror komplet për disa vite, kur hap një ditë lume vjen demokracia dhe elementi i lirë, njeriu i lirë nga të gjitha anët, nga mendimi, nga puna, nga ekzistenca e tij tani në këtë fazë të liberalizmit për sa fillum për me hinë në tranzicion, me vjen shoqërisë me kalon ndërmime, me të egrë. Ju shihni një video se kohë të fundit ka ekonomia ndër të zakonshme. I na bën shteti më i tmerrshëm botë në Europë për kanabis. I na bën më të mërshme të botë për mungesë ekzistencë të një korreksie ekonomiko-politike, qoftë mend, qoftë jashtë. Ligjet janë. Vjen një parti në qeveri ban ligjë, sa du si Europa, si Gjermania, si Amerika, si Amerikë. Në këtë fazë të tranzicionit, pra që i vështirë për ekonominë, për politikën, për të një shtetit, një komi, i cili veç nuk ato i folë po ashtu i bëlbëzu se i dëlidhat mjekra, prej halët, a mundet me konsumu humor as shumë. Ne jena vetë një dramë. Nuk jena për të qesh, po jena vetë një dramë. Atëherë, me gjithate, qoftë në tanë komin tonë, në tanë shtetin tonë, si nëllin nga politikat e rrymat e ndryshme, në fazën e tranzicionit, arti, kultura dhe sporti e hanë ma keq.
sepse njerëzit janë ata famës, se jena ta njësoj, kena kanë njësoj, ko një njësoj, si unë, që kam pas titull të por se ka kanë 7.200 lek ose 6.800 lek. Ka punu dikon ojë. Ka ardha bob. Drejtorën në ministër me anë partijës, drejtorën në ministër, yro, deputetet deri të zdijon. Nuk po thëmë president, edhe krytar qeverijet. Hajde me normal, hajde me galman, hajde një, ashtu të sitë, bëjnë se jenë bërhoqka. Si mund të kanë kërë ministri me ditë tana mund. Atër pëse i ka 8 më shkëtarë, pëse i ka 20 ministri, me drejtore, me punën e drejtore, tonë ka 600 vetë manë, e lamë. Tranzicioni është fshirë për artin për kulturën, sepse për me fitu i lek, si thash 7.800 lek, ka ardhë a një të neltë, a nuk intereson artin, nuk me investu për artin. Si në kapitalisë ka një stil tjetër të investimit për artin. Edhe për ta shpjegoj fill, inshallah na lejojnë për kohën. Nuk i shkon mendja të investohet për artin për vetë në arsysës për mendimin e mediokrave, që na kanë drejtu gjithmonë, të pa afve, që na kanë drejtu gjithmonë, si shte dini fjallë shqip, jo ma në gjotë huj. Se kur i pësë në janë kështu banë në gjithë bota, si la botë banë kështu, më fanë, a di në gjotë huj? Jo, po si keme ditë si banë bota. Unë di, 3 gjuni di mirë, 2 i marrëvesh, 3 i marrëvesh, edhe s'kam thonë kur kështu banë të në bota. Me ba bota e kena ditë para se me na hapë, këtë vëndë. Edhe kena folë, sigur basu, sigur basu, sigur basu, sigur, kur vina e ko, se ka me kenë. Ardhi ke ko. Pse zbatë? Në cini vend botës ka një salë me regjizor e me aktor e në te imisën prenari, për e bëha të shfaqe, 1 vjetë rështë premiera, edhe me më pagu njësit me kontratë 1 vjeçare, edhe me shku me qutë civil, kush jeti që dhe me marrë pjesë e jeme, më pëlqen të telefonoj, si kapitalizma, edhe kur vje momenti, nuk i bjen atikra, se thot, artja ashtë humbes. No, kur s'mundet me ndodhe, po me kanë humbes. Nuk mundet me ma mush me anë, se unë për veli, pa dalja shtetit, që ishë herën e parë, e detësh, e kam ditë, në përmjet pa dashe, të i marrë vesh gjuhë të uja, të i marrë vesh në gjuhë, e të i nej me artista që kanë ditë ka 3-4 gjuhë, e kam marrë si administrot në kapitalizm. Të shqe përmenë fjallë me kapitalizm dhe ju duket prep si një gogol si në gotë komunizmit. Jo, kanë fillu me thonë bile, qyre sa kesh janë në Amerike, në Anglia, në Gjermani, jo me zemër. Ata janë shumë ma mirë, shumë ma parë, zjedhin presidenta, zjedhin gjithë shka, edhe janë këtë regull, kanë edhe një përparësi ekonomike të fuqishme sa mojnë të në botën, në nima, ushti. Të ashti na nuk e bajmë të punë. Pse? Pra, drejton i parti, të shkatrojnë komplet. Të merë militantin punë për me shërby. Të fut militantin me drejtu. Mizerabil, i cili s'ka lujt, s'din që ardi, s'ka ka i den as Shqip, as në gjotuj. As se din që a kapitalizmi. Ku ke pati në cilë vend një intendant i thënë drejtoritatit, i marrën me. Si shkena këto intendantët të Palmino Davanin, këta të puzve, këta të teshave, janë intendanta, se janë pronarë. Ashtu i pagun aja firma që i ka banë, i këte edhe, ka një këtë zbatim ligjit kapitalist për marrë shtrimin e ekonomisë të ati të asaj firme. Me metodën kapitaliste. Pik. Tashti, në qovë se ta thej, ka independencën e vetë ekonomike. Arti shkën maneltë. Se ndryshe, ti e ke me rogë, dhe një artist janë tje, që të për të lënë nëmë, edhe s'po mund është me e marrë. Drejtorit e na ka vetëm qilësin, gojen, edhe shpirtin. S'ka ko gjatë. Nuk mund të egzistojnë kështu. Pse dojnë do të pa aftë që i drejtojnë dikun, në çdo bashki, në çdo edhe në qeverinë, edhe në ministrinë, do të pa aftë, sepse kanë ligjit kapitaliste që e bajnë me mënyrën më rrugaçe dhe ignorante të administrimit. Demokracia ka... Atë nuk ecë arti, me të artin tokë. E kuptueshme. E ke sqaruar deri në detaje. Mirë, po demokracia ka mi 20 vite që ka ardhur, tranzicioni tashmë duhet kishte kaluar. Megjithatë le të shpresojmë që të përmirësohet situata tek arti. Deshta me ta thonë një atë fjalë në fillim po thash pa gaboj. Nikja, situata përmirësohet në çështë se vend dorën në zemë me shërby atë dhot fort.
me punu në ma intelektuale dhe patriote për zbatimin e ligjit kapitalist të menaxhimit të artit të kulturës. Zef, duhet të rikthejmë te karriera jote artistike, pasi kjo është një temë që jam e bindur, mund të flasim shumë. Do bëj një emision tjetër për këtë. Rikthehemi tek karriera jote, Zef. Nëse unë apo kushdo një gazetar tjetër të pyet çfarë të vjen fjala parë në mendje kur të përmendet karriera artistike? Unë kam një tekst të vogël që e maj mend tani jetë në rrinë të mos javë kështu. Kur kemi deziluzionohemi, kur mërzitemi, kur poshtrohemi, kur fyhemi, kur gëzohemi, kur ndrishim, kur edhe asë një batut shumë e bukur. Batut. E ma gjatë se batut. Jeta është e shkurth, kur jëllosh, azitës, zdinqa, stafrojnë, të veshgojnë, të urprojnë, masakrojnë, të nëjnë, të fynë, e tjera. Ashtë shumë e gjatë jetë. Ashtë shumë e gjatë. Së të batë me jetu kështu. Mërzitesh, ekonomikisht, shpirtnisht, moralisht, stres. Kja është quhet, ka thënë ai burri bocë, po ta thëmë edhe emnin se dush, Harald Junge, një Gjerman. Jetë është e gjatë, kur mërzitesh. Totalisht. Shumë e gjatë. Pra, i mërzitën s'far shpirtë kanë pas ata që kanë jetu në përburgje, e si për fillë kokosh. Për nërën e këti vend, për trudhin, për artin, për kulturën, për sportin, për ekonomin, i në vendi ma i bukur në botë. Kanë ba me ka 50 vjetë, 20 vjetë, 40 burg. Ashtë sa gjatë ashtë jeta. Kurse jeta është e shkurt, kur fillon rritesh, nuk bën asnjë plazatur tjetër veç formon vedin, të dalin për para gëzime, të dalin për para shkëlqime, të dalin për para nërime, të afrojnë, të godishin, të rregullojnë, ecë për para familja, ndrit, atje, a vjen momenti. Kur vend që më plagë sa unë, me zilë vutje që kam pas, aty sa nduket jeta, shkurë shumë. Kishte dash me fillu për i fillimit edhe herë. Ka thënë Harald Junge, jeta është e shkurt, jeta është e shkurt kur gëzosh, kur je i gëzu, e merresh me gëzime, e jepesh me gëzime. Jeta është e gjatë, me ta zi jetën, kur thu, kur kalon keq e me stres e me probleme. Zef, dua të kaloj pak edhe te familja, pasi për një karrierë ka gjatë artistike, një mbështetje e madhe është edhe familja, patjetër, për çdo artist. Unë jam e bindur se shumë herë ke folur për familjen, ndoshta në intervistat ndryshme, por gjithmonë ja vlen të flasësh për ta, apo jo? Patjetër. Ndoshta është mendim pa të kalifie, po anë këtej, po ai që nuk e kanë mend familjen kur fillon me formu familjen. Edhe pa formu familjen, ato që ishin, ai që nuk e kanë mend, nuk e ripetrin, nuk e ndihmon, nuk e afron, nuk e zhvillon, edhe nuk ka pikë ndjenje për familjen, më vjen shumë keq. Ai nuk mund të jetë inxhinier, nuk mund të jetë artist, nuk mund të jetë volejbolist, nuk mund të jetë kovaç, nuk mund të jetë kurrë. Është një njeri pa ndjenjë. Familja është diçka e çmueshme. Sa një gur diamant ditë të film që e kap krokodili. Të shamush me hekë krokodil mos me ta kap, e me moj ti, edhe mu ke nu tani edhe jo sa thot kuça. Mu ke nu tani edhe për veri, merr frymëlirshëm që ke pas një familje të mirë. Ashtu si familja e dogave që kanë tanë, të afrushëm, të zot, kanë studiu, kanë nërtu familjet e tëne, dhe edhe të na që ishim komplet vutën që me vdekin e babës. Kena pas një anë, e cila kujdesim në të jashtëzakonshme, me rritjet tima. Prejardhja e një familje të fuqishme me karakter. Tashti, vjen momenti, ma mund familjar. Kry familjari i familjes teme. Ashtu mësume, ka mësu nëna, edhe ka mundu me mësu, edhe vlau, edhe motra, ata bonë, sa bonë, pra kjo është në sa bonë, jetoj. Po prëp, dallojmë në suazën asaj, se vazhdoj me majt i tibaret, kulturën, forcën e ekzistencës në mënyrë të mirë e të fortë të familjes. Natyrisht, bara jame si Gali Pjededes dhe i një videodoks, i cili ka klarinet se ka pas klubin një to në Gradol.
Edhe unë kam marrë prej gjithë këtyne, edhe kam thënë se formimi njerëzor është e familja, nuk mund të kenë astaj të idejnë, jo, lezo libra, mëso, ç'është familja, ç'është kultura, ç'është edukata, këtë përsjello fëmijëve. Puno, tanë forse ndër dhjetë ta fëmijë tu rritë të pasë ai të hek. Ç'a prit me bë. Ka qëllu që nuk është mirë për para. Familja është se e diamanti, si thashtë, dhe me kap krokodili, po ja hoqë, e pështove. E kam mua aty në balë, shpisë. Nuk gëzën kërkush me e prek. Zef, me që jemi të familja, një nga gëzimet tuaja prej vitesh, pak po të momentit po e qua unë, se harrova me të thonë. Më thuaj. Pas jetën e familja, kam pasi 9 mërgushëve. Kam pasi bab ultra desi ka dhe shumë i ri 37 desi. Ama u rrita unë për vedi. Rrita familjen në këtë nërë. Mora gjeta me dashmin, matë se qëtë botë, një vajzë e një familje shumë mirë, më interesote mua a kishte, a s'kishte, a ishin pasën, pa pasën. A ishin fort kulturun. Ku e njohe Rozën? Të shkolla e Mramës, se fëmijët atëherë i fusin në shkollë për me mujtë me fut në punë, me fitu i lek baballartë familja. Edhe në shkollë të natës. Unë ishë në finale atëherë, që më desh me ba 2 herë shkollën në natës, sepse unë më kanë qurë shkollë për morator. Edhe më ngosh një 3 lanë artistike me më qurë rogën mu, si aktor në teatr. E kam ba dhe herë, të 7 nënori atë ku më kapën unë në pastruzë shkollat për 14 vjetë. Edhe aty, unë isha aktor i njofën atëherë, kam kanë 27 vjetë, aktor i njofën shumë bilem. Nërkohë, fama jeme më rriti deri në atë masa, edhe me më dishru, pavarësisht se ishte ndonjë. E shfrytëzove këtë për t'u afro Rozës? Ja pasha kryt. E shfrytëzove? Ja pasha kryt e fëmijëve tuaj, edhe fëmijëve të mirë. Edhe ka ardhur momenti që edhe nana më lutë, djalë hetë, shkoj mosha të lutë, mama mas bante, se si shkodran të vjetë që i martohen vone, qohen vone, plajnë sheke, ku dirë. Po më zemë, i thashe, nasë me egzuhe, nanën, i ishe vajzat, ku do si shkosh, atër fillova mesën, du i fi pak. Unë e afrova, por ajo nuk o afru, se nuk më njëfte fare. Televizor s'kish shpi, leqim shku në teatr, si leshin atë kohë, si leshin. Vajzat e vogla, si 15 vjeqe, leshin shkollën, më roshin në televizion, për me i fut bunë dikun konservë, për me fitu i lek, 1.800 lek, për me majtë shpitë, se kanë keqë njerëzit në atë kohë të sistemit. Edhe e shifshe, këte e pava, e pikata i fije, unë një në shkolla, vite poshtë, me shoqe, e ditë për i ditë si që fjallë dhe thrasë. Aja ardhe për kush ashtë ajo të kashtë ajo në këte, anë kishën pa në shkollë, pa se ditë se ama aktori se vdhe si shumë me dishorësin, pa më vërë si shka pa me ajo me te për e do, për e një elegant kam kënë, për kam kënë i do shumë, për kam pa zohën në omër, thojnë. Edhe kam kënë edhe sinqertë, fakt. Kam kënë edhe jam, se s'kam nëshu, kur jo afro, i fola fjallë të mija, për ditë të afro ka i fije. E kuptojnë pastaj, si nga. Aja e kuptoj, asë mirë, sa s'ka, sa fjallën e parë më ka thonë, ke marrë me folë të ata shpishën, se me bëm me pa me ty, pëse që unë mërë, që ti më flasin kësë për ju të ke aktor? Po jo, që flasin kësë për ne? Kishte njërë si s'do si me afru su, njërë më thoshin, ata të artit janë i fije pak ma modern, i duket modern, kështu në kje degenerum, se mësë mëna hellë e pa na banak. Jo, unë kishe sincerist, miri kam thonë. Ne më rikëvërësit dhe shpinë se më vinë ditë me daja të. Se oazër nuk i kishe, ka baba kanë dekë edhe në kanë qëllu jashtë shtetit, në me ike. Edhe do të vi thash me kërkot duar të uje. Ka shku i ka thënë, ata janë impresionu asë shumë sa s'ka, ishim përgatit me sa kishin, ku sa merë dhe zorë, se edhe na ishim do të ekonomikisht, pa vërsi se ishe artist, se unë në dukëshe me krevatë dhe me kështë artist, se s'kena pas gja me thënë. Unë jam martu me kostumin e teatrit, që më ka qepë sulla, se s'kam pas në atë kohë. Edhe ata improvizune, atë pritje e zakonisht se s'tarroj kurrë. Krejtë të thjeshtë, popullore, e të qeshën e në këti, mu më shkoshin së gjithë si aktorë, gjithë me dhe në bised njënit të tjeshtë, dhe mos vja rrive që të arshëm, por ama, ma shumë e shifë Rozë atje të dera për balë koridorit. Kishte qitë gjysën e kresë shto edhe shifë. Edhe kjo dashuri rezistoi viteve,
keni 2 fëmijë që për shkak të profesionit tyre i njohim, artist talentuar si babai dhe ato, por gëzimi juaj është janë një prej të mbesat. Telefoni juaj është plot me foto tyre. Kulmi filloi mbrapa, më dhe kulmi filloi mbrapa. Fillon u grumull me shumicë vështirësitë për formimin e familjes, filloi lori fëmia i parë, fëmia e dytë, me rrit, me godit, me rrit, ka kanë gruaja jam e rozë është e fortë, e fuqishme. Aja qysh atjere dhe mësët si nana jame në mantanë, kush do që i mantanë, asa fort. Edhe dasën edhe sinqertë edhe si dhimet kur gjo, edhe me fëmijët ka pas kujdes të madhë për disiplinën, si do masë, unë ka një fije liberal. Edhe liberal, të shumë më të kodë me kene fije liberal. Edhe babat në përgjësi janë liberal, kurse Rozi ka pas taktikën e frenimit, edhe të afrimit një disiplinë me halë, me shku, me mësu, me bande tyra, me gjitha. Sidomos e në mënu shumë për mi majtë me i vesë, s'ka pas atë e shumë gjana. Edhe me hangën në tash. Të shti lindë e fëmija, u rritën me kujdes shumë balë, edhe për isa dhe për metë, me atë qërnim, me atë mendimin që ta po dalin diçka njetë, i shalën atë arshikojnë. Të shti të arshikimi e kishe qysh të së gjyshi, edhe ka nëna ka babë, qysh të së gjyshi, e deri të zëbdeta. Se babër kanë pas piktor, arqët e kanë pas linguist edhe në punës bankët, gjysht e kanë pas edhe klarinetist edhe ka punu në kafe me shumë njerës kulturum këtu në Vjadëll. Nëna nuk shmo ka kënë shumë e qeshën e gëzume, ka një përgëzume që të qamë, gjysht e eme. Mas të harrojë se Atë Bernardin Pali, unë jam nipi i ti, ka kënë edhe linguist, edhe filozof, edhe pianist, edhe muzikant me kompozu, edhe asin me shkru vjasha e poezi e zona. Zef, ishte dëshira jote që fëmijët bëhen artista? Jo, nuk e kam pas. Bile kam kënë Gjermani në atë kohë kur ishin në tanë janë në klasë 8, tjetër në klasë 3. Erdhe ba në shkollë në Gjermani, vazhdu në shkollë në Gjermani, dhe kur erdhe këtu vazhdu në shkollët ku ishin. Mirë pa, kur kam kënë këtu Marian Deden, djalin të në vogën, e kanë fut në shkollë për, si djalizevit, në shkollë për piano, në shkollë muzikës. Unë kam kënë Gjermani, s'kam di qa. Më dhe më kanë ditu që fitej në klasë parë me hi për piano. Unë gëzohë shumë atje. Mirë po atë ke pati se këj Julis nuk prete hisë kërka. Anë nësë i vëmë. Êshtë i fmi i shkat, i fort, i fëtishë me mësot e mire, në kërë. Po qa ka në i prirë, a ka në i prirë, ka në kërkon. E pa ta provu me marrë me televizionin e shfaqet e fmive, kur gjeroshi me të famshme një Gjoshovazia emisionin e fmive në televizion. Tanë fmit i grumulloshim, na veti ftoshim, për me dalë fëmijët në televizion me pa babat dhe nanat, Julis në gjotëm, po pse mërë pas baba, me lujt disha, me interpretuja, jo, s'lu, dhe një moment që më qaj nervat. E thash, po pse mërë ti, si rrugë dhe me marë, ka dhe me dalë, ku të shpije mushka, ku s'ka mushka. Fjellë këtë mba një vëzirë. E këtu e kuptove se është për humor. Po më qaj nervat se tanë fëmijët kishin desire, lutësin nanat e babat që të aktivizoshin me gjagjegjosin në emisionin e fëmijëve. Kjo, atje thash, marrë shpejtu, në shesh gjirimit, i të në shkodër, marrë shpejtu, ik shpi, mas ta shafë së ratin, e më thërë të gjosha. Ka dalë, më rëgosë, nuk vjen të shmija, vjen ma vonë. Ik marrë qërë ku i kje fëmijët, knasë një shpitin, këj, vesh me shku mu la, me mësu më sakë që zërë. Pa, vesh, adha serios, e ka të i bënë serios. Edhe i rritë një ishte me shnetë mjene. Kur edhe ma vonë, në shkollën një rëtanë misja, se i shkallë qishte, e aktivizune, si speaker, të të shfaqet që basin. Të i ba speakin, të i gërga, të i nga cëmur, të i ba mesesh. Hajtë e shef Serafin Panko, pas di se ka një famësu. Ka thanë, pa e marrë, ta provej. Unë një shfaqet në Shkodër, një mërkulli, bukurit dojë shfaqet, e mushi me 3, me në kryulli, pa të në rollit bukra. Lanë nam. E vetë një të shfaqet atëherë, mund tjetë pashku 2 mishi, fap, shqeqodi uli. Atëherë, Indjeri Barët Smaja, aktori dhe regjizori jonë, me Ritën Smaja, e përqyne tanë, atëherë, tinë zmejet, pa më diftu mu, e punune për në shkollë të lartë të aktorët, sepse këj ishte në maturët. Edhe ka pranu me qësjerë, kanë punu në salë, atë në teatër,
me përgatit për konkursin e akademizatët. Shkoj dhe provat, filloj pari, vazhdoj shkollën, manim Dhe ditur. sot dihet Kërko karriera marrë ti. vetë në bëjë mirë, faleminderit për i ti shumë vile, faleminderit për se të thamë dhe shpitit. Na thuaj diçka dhe për nipat e mbesat e... Kënasia ma madhe kur vinë, rritët mija dhe banë diçka, për çdo prind. Por sidomos kur vinë ka krahi artit e kulturës, nuk ka gëzim më të madh. Për mu, për gruan time, po për mua sidomos, edhe për ta njerëzit me mi shoqënore. Kurse nipat e mesat, 2 fëmijë ka Juli, të cilët janë të mrekullueshëm. Zëdi Qoba, në një moment, në kafe poshtë apartamentit Julit, kur Juli po rrinte me shok kushi, kalon andaj, ishte edhe unë atë në tavolin me ta, ishte edhe Mateo, djali i Julit, që lëviz, lutë futbollës, s'len gjë pa ban, kënan bërtet, imiton, sidomos për futbollin pelset. Edhe këta të thonë, tu ta me Julin, të jatë njesh Julit, se Julit tanë kënë të thonë, pusho, Mateo, rriurt, Mateo, ullu, Mateo, edhe të thonë ta ka këput kokën ty, krejt Julit, krejt si tjesë, si zebzek. Në atë ko është e kalu Zedi Qoba, i mrekullueshmi, doktori i vllaznisë si ka kënë. Qa the, i ka kjo Julit. O jo s'njif një gjyshin, i këti do së shfarë pisin ka. Dhe kjo është kënaqësia më e Kjo madhe. i gjallë si unë, edhe nështë atë më në një futbolist interesant, po me mësime shkanë mirë. Kurse vajza, është një mrekullit që ka falë Zoti, është një sut e kulturume, e mrekullueshme, në klasë 3, është qatë din e sa din e ka fillu mësu dhe gjuhë, është e mrekullueshme, e ja ka unë ja kam njët profesoresa. Se tanë në mën, tanë vjo shpjegon, fëmijëve kur i vlava. Keni edhe një mbes 2 vjeçe? Ka që kartë është jashtë, më duket se këtë dhe me kënë artiste e fortë. Qysh e vogël për bashkë 2 vjeçe. Besh me i thonë me dalë në fotografi, e të sidhët dhe të banë posa. Shkën e regullot, shkën të floktoria. Hyp atje, mi prej flokte, mi gërdit e ja. I bojnë taman, unë dalësëm si tanë, lynë gjistë. Gjdo gjallë liber që hapë prej vajzë të madhe të Julit, gjallë dënë mi lezu dhe me lezu, se aja, pas ka zonë se 2 vjetë që panitet, edhe në të botë qëtë e për edhe dhe me adiktu tanëve se që kam lezu, kësë interesante, banë pjesë në ata që interpretën diçka, më duket, inshallah për në gjithë ne. Po me gjithë atë fëmijët kanë të mirë, janë një dritë jashtëzakonshme. Na kena dhamba, bënë shpi për kur vinë ata, dishe banë, zjanë. E imagjinoj. E më mreku. Zef, për karrierën tuaj artistike, jam e bindur se nuk do mjaftonte një emision, do duheshin orë tëra të flisnim për jetën tuaj, për familjen e shumë gjëra. Kam edhe nuset e mazarra. Nuset janë gjithmonë të mira. Si thot Shkodranim, ka shu zoti 2 nuse, që për jetën teme e kam pas edhe për veti, po më të për gruan teme, e cila ka jashtëzakonisht dashurie pasën me i dashë, me i afrua dhe me ashtu. Pse? Janë të afta, edhe në marrëdhënie shoqërore familjare, edhe janë të afta, edhe si nxënës se kanë qenë mira, kanë dalë shumë mirë. Janë është psikologe e fortë e një fakulteti, kurse fakultetit e elektroteknikës për tanë fakultetit, dhe kurse tjetër është biologe, punën në një instancat në alta të Nuset janë gjithmonë të mira. Dua të më thuash diçka të fundit. Jo, gjithmonë, jo. Gjithmonë janë. A kena thonë, nëne nuk ka mund më të mirë, ka më dhe gruan më të mirë, thamë edhe për nusët, i ka më të mirë vetë se tanë bota. Zef, dua të më thuash diçka të fundit. Po. Në mënyrë të përmbledhur e koncize. Për herë të fundit. Të fundit. Cila është arritja juaj më e madhe edhe pengu juaj më e madhe? Po. Arritja herë, dihet që për artin, për kulturën, nuk kam arrit ala kur gjanë. Por do të bëj çmos, nuk kam e dek, inshallah, pa më rrit diçka. Jo për veti, kam rrit boll, kam rrit kull, kam rrit diçka. Po përgjithësi për Shkodrën që është ndjepja e artit dhe kulturës, a kanë fjalla ndjepja e artit, a kanë bërë strati malë mretnor i artit dhe kulturës, tanë Republikën e Shqipërisë. Unë ka shku me mënyrën popullore,
me mënyrën popullore, depi arti kulturës. Të shumë falë. Shkoda arti kultura avu stilin aty të teshat e vjetër. Am kuptuar sa thash. E kuptueshme. Pengu ju e më i madh? Kjo pengu. Ky është pengu. Pengu është si mosdesha, po një modha vetë në sektorin të munit më përpjet kultura e sinemas e skencë. Për shembull pava bandën i tash me çfarë. Në fundin e vitit që kanë një koncert mastor gala me një markohi. Pa problem, se Prene, ja. Dal prep. Edhe që e dëshirën dhe me që s'ka dek ma Shkodra. E zbukur. Po merë vedin dikon. Si në kotë për një akos. E tjeri ma vonë. E të shumë emrave tjerë, ka që të mëlejnë sa Pas nevoj me përmen se çfarë ideologjit ishte në ti, kanë punu njerëzit, kanë lanë shpirtin për artin, pavarësisht nga viza ku se ideologjia, kanë lanë shpirtin për artin, kanë dalë talenta dhe kanë majtë Shkodrën fort. Që nga shtëpia kulturës, ja hek në të kohë, thanë, filharmonia, sot s'kena filharmonia. As vend për shtëpinë e kulturës ose filharmonia, s'kena. Sepse u bëme servila dhe italianë dhe shumë shtëpinë e kulturës për konsulat. Qa bani konsulata? Kurzans banë konsulata. Shtëpia e kulturës banë, teatri banë, stadiumi banë, biblioteka banë. Këta banë për komin. Po s'kem ta. Nelt, komin është i destinu me maru, me fjetë. Mu bëha si dele, si shkojnë e vinë kotë. E shumë keqë. Kjo të një sakritisë madhe, do një goj me men, të në forësin, dhe në me unë kratë. Unë qosë edhe nuk jam mire, pa qef, do të bajtë smosën, që të rëpatën, shamatohem, deri që të dalën në samë. Ta është një lojë që duhet të dole në samë. Prandaj, Shkodra, të defte edhe një kuriozitet, që nështë është shumë kush nuk e din. Shkodra, a i depi e artë e kulturës, ka si famë shumë ka kënë, sa dhe bota ka ditë, e bota afrem pa tjetër, e ka ditë se në shtetin shqiptar ndodhet një vend si Napoli e Milano që prodhojnë artista, e prodhojnë art e Firenze. Ose si Dijoni, ose Lioni, ose Parisi, ose Londra, ose Praga, ose Varshava, ose Bayern München. Ashtë një vend. Për tanë këtë Shqipni e kanë ditë Shkodra edhe Korça. Tashti, edhe tjerë, po, këta kanë kënë su. Tashtë që ka nëmë. Në Shqipni tonë, jo në Shqipni, falë. Në Europë, kena një, kur jena rritë, kena një fjallën, fjallë ishte shpi kulturët. Por bota, aja që ashtë në nivel të jashtëzakonshme, edhe një për çdo botë, për çdo shtetë, kështu, për disa shtetë, jo për tona, ka kënë e qujtën filharmoni. Edhe keni një Filharmonia Vjenës, këtë qytet. Filharmonia Berlinit, këtë qytet. Filharmonia Varshavës, këtë qytet. Filharmonia e Sarajevës, ma forta që ka pas, këtë qytet. Filharmonia Beogradit, këtë qytet. Filharmonia Pragës, Filharmonia Moskë, Filharmonia e Londrës. Edhe ka kënë edhe filharmoni tjetër. Filharmonia Shkodrës. Tonë kërë qytete, kërë s'ka kënë kërë qytete, e ka pas filharmoni. Dhe ashtë cu për këte. Pse me hupë? Për çfarë arsye? Që i ka pas? S'kan dalë muzikanta. Mi ba me zëtë me dalë. Mërë me lanë edhe barkun pa hangër me dalë muzikanta, artista, shkrimtar, poet, instrumentista edhe kompozitor e dirigenta. Pse? Tonë prati për me, tonë jërë kënë kërë qytete. Dhe në qytë nëllë, sepse ka kanë pasë. Se unë i di për dërsh, kam shëtit tonë botën, e kam hirë dhe mëna, e kam pa mirë. E për dërsh, kam ditë edhe gjuhët kajfije. Qyshtja, hungarishtja, italishtja, gjermanishtja, e shumë për gjuhë kajfije kam ditë. Pse kena pas familje e kulturume, rrathin shoqëror kulturume, se s'ka afru asë intelektual shkodran, afer, ti kjo është i biri kuj, me të afru me të pasin, nuk lezon, nuk mëson, nuk ngritësh intelektualisht dhe nuk mëson zhurtuja. E ta besojnë gjithkush se asë një jetë nuk matë pos u ngrite intelektualisht me për kulturë. E fundit, është, a ka me gjanë pengë, the e parë. Prep, unë kam me të dhe pengë tjetër. Kena gjiru në për televizion, shumë skeqe, intermezzo, paradi,
sa dhe sot marrë nënë si mas aty me roleve që thash. Po më kam me të mënë se s'kam marrë pjesën në kinografinë shqiptare. Të vjetën edhe të rejnë. Të shëreja dhjetë se arti kultura ka edhe kinografi, po banë disa private, se i shojnë në televizor se s'kan pikë kuptimi dhe s'kan asë s'kan pafta për me lanë namë. Për shte vjen momenti me pytë Zefin, të këtë morë si jam, pikë kam bjen, si s'mora pjesë më ka 4-5 filma. Të kishe lujtë rolet të fortë që me metë me edhe në filme. Dhe kur des, ashtu si të kujtohet, në Kluca, në Frashëri, artistat Kali Roshi, Sande Prosi, do thushti po krasoj verin me ta. Po ndoshta do t'ishe marrë pjesë në film. Po si Shkodër, Deli Azez e partisë atëherë, a kanë Shkodra. Dhe nuk e karakterizuar Shkodranin artist. Kur e për filma. Ka marrë pjesë me Filoka, Gjok Nikola, kanë marrë pjesë Ramizama, ka pak, edhe kanë lujtë edhe negativin. Besena për Shkodër. Në Fej Pianishi, aktori fuqishëm, tanë, kena pas aktor maj. Me zërë, s'kan pas kamerat, i kanë marrë për role. Edhe ma shumë negative. Zefin, një pinaat Bernardin Palit, djallin e pjetë e des, atje, te estrada, në estrada. Me më rritë, me më dhanë edhe tituj, ka që kam punu fort, me më dhanë edhe tituj pa di gja, edhe me më ngritë me tituj, edhe që i kam fillu me forcë, se për ndryshe ma kishin prej kryt edhe mu. Zef, të falenderoj shumë për emocionin, pasusin e një artisti që sonë në studium tonë. Më në turej ty me gjithë zemër, për këte emision në bukur, kult maje, sepse Shkodër ka dësh njerës në ekonomi, që nuk i përfilë kush, ka në industri, në profesionet në nëshme, e në artën kulturë, ka vipat fort dhe kanë kult. E kanë atë kult, sepse Shkodër duhet me pas kult. Ashtë edhe një zgjat shumë interesante. Tanë të gjithë e kanë këtë dëshirë. Si thash, nuk i dhenë kush para me drejtu këtë. Po i lanë mrapa, se ka marrë i paafti. Të sakatoni paafti me parti. Le shpresojmë që gjithçka do të përmirësohet për ty në vendin tonë. tonë. Bukur e përpjetë mirë. Kjo është dëshira zemrës teme që të përket artit dhe kulturën në Shkodër, të ketë frymëmarrje të madhe, të lamë nam ashtu si dikur. Do e mbyllim këtë intervist me një insert tepër të veçantë, ku do të shihni se cila është lidhja që aktori Zefdeda, mjeshtri i madh Zefdeda, ka me teatrin Migjeni, me skenën e këtij teatrit, por edhe me qytetin e Shkodrës. Zefdeda është një nga komedianët më të mirë të Shqipërisë, i cilësuar edhe si Charlie Chaplin i Shqipërisë. Ai lindi në Shkodër me 27 korrik 1950. U shkollua në qytetin e tij të lindjes. Zefdeda punoi për më shumë se 40 vite në teatrin Migjeni të Shkodrës. Talenti i tij spikati që në moshë të vogël. Me një shkathtësi dhe me një plastik të shkëlqyer psikofizike, ai arrin të realizojë qindra figura artistike. Prandaj dhe është mjaft i dashur për publikun shqiptar e sidomos atë shkodran. Pasi i fali fëmirin dhe rinin këtij teatri, Zefdeda tregon se sot në moshën e pleqërisë disi mungon kjo skenë. Tash në pension mungon, në kuptim nuk mungon se kjo këtu është. Unë e kam dhe në havën se kjo shtëpia jeme. Kam frikë se nuk i vjen kjo shtëpisë teme personale, po kjo shtëpia jeme e parë. Të shumë të rekos që fëmi e deri që kam dalë pension e kam kalu ma shumë këtu. Sepse këtu kam mësu, kam taku artistat të mlaj, kam lujt me ta në interesante, kam mësu fort për tyne, kam pas shkila të jashtëzakonshme për rrit vlerat e mia në skenë edhe në shoqërinë publik. Nëse e pyet Zefin atë emocionon kjo skenë, përgjigjja është tejet emocionuese. E para që me emocionon se është e bukur. Ka larmi, ngjyra është karakterësh, të forcë madhe për në pas guzim me interpretu, për balë një spektorit, të logjikshëm dhe dashtë. E dyta me emocionon se kam kalu shumë artista, jam rrit për ta, kanë mësu shumë, ashtu si që jashtë i mësojmë, na kena mësu këto mërën, pa marësi se kena një shtetë mëngun, me Zotni Paulin Lasën, Tonë Banushin, me Bushat, me Hasan Sëmajin,
me falin preken, si dhe Hamilotin, e me Lesbushatin e madhë, për Kërkunën, me Zefi Banin, e këtë emocionën për arsye se s'kena mbartë vetëm emocione, pavarësisht se je aktori humorit, edhe ajo mbartë më pak me mdhanë emocion. Pas vitësh të tërë në këtë teatr, kujtimet janë të shumta. Megjithatë, Zefi veçon diçka nga kujtimet e tij. Kujtimi më i bukur është përjetisave të mëdha që ka pas ky vend. Është ajo fjala e mirë që më kanë thënë. Ai lavdrim sy në sy me vërejtjet jashtëzakonisht të bukura të pastra për me ngritur si artist, ata s'kan pas kur qëllim me të eliminu. Kujtoj tani jetën time se sa e fort është ajo njëj e mrekullueshme, bile e fortë dhe e mrekullueshme që të rrinë kujtesë se si të kanë këshillu, si të kanë afru, afrimin me të ka një diçka tepër emocionale. S'do ta harroj kurrë. Edhe prandaj nuk harroj edhe interpretimet e mia me të gjithë të artista, edhe ta them të shpirtit, largohem për kësaj botë me emocione të mëdha. Teatri është shtëpia dhe dashuria e tij e parë, ndërsa familja e tij, bashkëshortja, dy djemt, mbesat e nipat, mbeten gjëja më e shtrenjtë e këtij artisti që një jetë ja fali spektatorit dhe teatrit.